emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimrama, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, Kosova do të mbajë zgjedhjet jashtëzakonshme për parlamentin me 28 dhjetor në një momentum festiv të ndërimit të mëtbotëve, në një momentum kur gjithë përgatiten për të festuar, a kanë arsye kosovarët për të festuar objektivisht, në pikpamje të një habitati, një mjedisi zhvillimor ekonomik, socioekonomik e tjera, janë pyetje që mbase do të ngrejnë politikanët ata që garojnë përsëri në këto zgjedhje për ta qeverisur ose për të mos e qeverisur Kosovën. Ndanë Kosova një leksion, një përvojë gati pikëlluese me gjithë këta muaj, kur nuk arriti si partia Kurtit, po ashtu edhe ish partitë e opozitës çojnë mesazhin se dëshirojnë të japin vendit institucione, natyrisht që përgjithësia BNB, partinë e Zotit Kurti, shumë se sa te oponentët e tij, për shkak që nuk dëshiroi objektivisht sipas kritikëve ta ndaj pushtetin për ta qeverisur Kosovën. Vendi po mban zgjedhje në një kohë kur klima politike shoqërohet me një fjalor mjaft të polarizuar, antagonizmat janë në rritje, përsa kohë që vendin po e presin lajme të rënduara për ekonominë, për zhvillimin socioekonomik, e tjera. Kam ftuar njërin prej politikanëve në të vjetër në pikpamje të përvojës që është në politikë, në Partinë Demokratike të Kosovës, një prej njerëzve të rëndësishëm edhe të rrethonave të kohës, kur u përball Kosova me kauzën për ta fundosur Tiranin e Miloševićit nga këtu. Zotin Xhavet Haliti. Haliti, faleminderit për kohën, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën, mirëmbrëma, juve dhe teleshikuesve tuaj. Studiot televizive përsëri ju kërkojnë mbi trashëgimin jo pak të rëndësishme politike që keni. Si po shkonin këto zgjedhje me 28 nëntor? Me çfarë koncepti? Po, mendoj që nuk është sot me thënë se cili është koncepti, por pas ndërimit të kryetarit të partisë, po besoj që jemi duke u përgatit, duke përgatit platformën me cilën do të dalim në fushat. Por ajo që është me rëndësi është që cila është bindja që do ta bëj Partia Demokratike në raport me elektoratin. A do të dalim që me na begenis për shkak të së kalumes, apo po dalim fushat për shkak të së ardhmes, domethënë për të ardhmes së qytetarëve në Kosovë. Dhe në qoftë se dalim me të kaluarën, kemi me fjalë boshe, domethënë që nuk çojnë peshë, sepse e din të gjithë, për të kaluarën i kemi elektoratin ose atë ta quajmë bazenin e votuesve që votojnë Partinë Demokratike të Kosovës. Por unë po besoj që Partia Demokratike do ta ndryshojë strategjinë e fushatës, duke u shfaq me problemet si partia që do t'i zgjidh problemet edhe të trashëguara, edhe të së ardhmes të interesave të qytetarëve në Kosovë. Dhe kjo do të arrisë pastaj atë edhe numrin e elektoratit, numrin e votave dhe do të garantoj që do të del partia e parë. Në qoftë se, prap po them, sepse ne akoma jemi në përgatitje dhe akoma nuk e kam parasysh edhe çfarë po dojmë me bërë. Kemi dy alternativa. Alternativa e parë që do ta preferoja është fuqia e Partisë Demokratike, organizimi i fortë dhe fushata e fortë edhe bindse për këto çështjet që thash, ekonomia, shkollimi, rryma që po themi është shtrejtu, çfarë zgjedhje do t'i bëjmë,
shëndetësisë, gjitha problemeve me cilat infrastrukturës që ballafaqohet në qytetarët e Kosovës, duke përfshi këtu edhe shkollimin, mënyrën e të shkolluarit dhe cilësinë e shkollimit në Kosovë, por me fushat bindëse. Në qoftë se duam, Çka nën kupton me fushat bindëse? shiko, në gjitha fushatat politikanë premtojnë qumshtë dhe mjalë për të ardhmen e vendit. Por në këto lloj fushatash nganjëherë nuk e bindin elektoratin, ose shumë të në rasteve nuk e bindin elektoratin, sepse tani premtimet kryesore që kanë dhënë, për shkak po e marr vetë vendosje, asnjëherë s'janë realizu. Asgjë s'është realizu. Ka ngel ma keq se që ka qenë. Pra, premtim është diçka që njerëzit duan, dëshrojnë, dhe te u mush menën. Po nën kupton se jo du ta çoni mesazhin e fortë të votuesi, se një ata që zgjidhni seriozisht të probleme. Sigurisht. Seriozisht të probleme. Po, ata që Ky mesazh njerëzit që aktualisht po mungon, Haliti, në partinë tuaj. Jo, s'po mungon në kuptimin e asaj që nuk e dim Mesazhi se fort, cilat janë nëse po i referon, problemet. po. Por fuqishëm dhe bindshëm, besoj kur të filloj fushata në programin e Partisë Demokratike të Kosovës do të jetë e përcaktuar se si do zgjidhen disa nga problemet. Dhe problemet kyçe që do të thoja që duhet mu ballafaqu është drejtësia. Sepse veçanërisht landet që kanë bojnë me çështjet civile ka vonesa të mëdha për të zgjidhur, ka probleme të mëdha, të tjerat pastaj me radhë. Varianti tjetër... Po ju shoh skeptik, Haliti, teksa po vinë zgjedhjet? Jo, nuk jam skeptik, po jam realist? Jam disi me dy mene, se dhe nuk e di apo bisedojnë partit me zveti, apo s'po bisedojnë, a do të ketë koalicion, a s'do të ketë koalicion, në qoftë se do të ketë koalicion, pse do të ketë dhe me kënd do të ketë, këto janë përgjigje që ne duhet me i dhonë. Dhe jo me bë koalicion për të zgjedh X ose Y dhe për të vazhdu punën, po një koalicion i fort për të realizuar një çështje të tepër të rëndësishme, apo një fuqi politike, një uragan do të thoja politik, i cili buron jo vetëm nga udhëheqja, por edhe nga Ju po kërkoni një retorik bindëse. Po, një retorik, një vokabular, fjalor politik, një platformë bindëse për atë që duhet me thënë, si që thështë dikur e kom dëgju Dervishaqin, thështë kur të folsh, që të fjallin kokër, që ta mërë vesh, ta kuptojnë të tjerë dhe të besojnë për atë që e thu. Edhe ne duhet atë që e themi me na besu. Ju thatë që do ta sugjeroje një platformë politike të bazuar në të ardhmen dhe në tashme për zgjidhjen konkrete këtyre probleme, jo një fjalor politik që flet për trashëgimin të kushishëm, me qenë se votuesi e di, por aktualisht po kjo trashëgimi po goditet nga partia e Zotit Kurti, duke ju vënë një rresht me listën serbe ta zëm. Është qesharake. Unë po shqikoj rrjetet sociale në Facebook, po gjymojnë Haliti. Po. Ata janë të mësuar ashtu, por nuk mund ta vendosin në të njëjtin rresht Partinë Demokratike. Po them, partinë si parti, dhe trashëgiminë e saj, jo me listën serbska, por as me listën e vet. Sepse në qoftë se futemi në biografitë e njënit ose tjetrit, në qoftë se gërmojmë në biografitë e tyne, do të gjejmë pastaj çështje që më shumë do të gjenden ata në pozicion të vështirë se sa të tjerët. Akuza dhe gabimet që janë bërë në këto raporte, unë them duhet të përmirësohen. Pse? Na kemi në planin
po them, të brendshëm edhe planin ndërkombëtar kemi disa çështje që domosdoshmërisht duhet mi zgjedh. Dhe cila është? E kemi gojën plot Evropë. Ne duhet me zgjidh problemet me Bashkimin Evropian që i kemi. Kemi sankcionet, kemi obligimet, kemi marrëveshjet ndërkombëtare të Kosovës. Dhe a duam t'i hapim rrugë Kosovës për t'u integruar në Evropë, apo duhet të mesim të izolum? A duhet ta njekum shembullin e tani 2 shteteve për cilat BE-ja po flet Shqipëria dhe Malizi që janë më të përgatitura për të hyrë në Bashkimin Evropian, apo duhet të stagnojmë ngjashëm siç ka stagnu Bosnia Hercegovina ose Maqedonia veriut. Edhe Maqedonia deri dikon. Pra, kjo është një. E dyta, qa duhet ne të bëjmë me antarësimin tonë në OKB? Cila është mënyra për të hyrë në OKB? Në fjalën plot gojën e kemi, po thamë Evropë, NATO dhe OKB nuk e përmenim ka një herë, po domosdoshmëri, në bazë marrëveshjeve të nënshkruara, rruga për të hyrë në OKB duhet të jetë veprimi vazhdueshëm i politikës. Ju po kërkoni guxim politik nga edhe partia juaj, pjesës rëndësisë cilës jeni Haliti, nga të tjerët. Kush me këtë duhet ta bëj paktin për ta bindur votuesin sipas jush që Kosovës së nesërme, pas 28 dhjetorit do t'jap përgjigje të shpejt që pavonesa do ta bëj buxhetin, sepse në këtë pikë të drejtë ka ardhur Kosova për ta falendëruar qytetari një subjekt politik që po voton buxhetin, gjë që ka obligim, për të zgjidhur problemet imediate socioekonomike, Haliti nga mëngjesin darkë me cilat përballen njerëz, ta zëm me çmimet stratosferike të shportës së konsumit, me një raport të ngrirë rigoroz me sistemin financiar bankar, me kredit rigoroze, me kritere rigoroze e tjera. Me këtë përballen njerëz. Sa mendoni që do t'i artikuloni mjaftueshëm si duhet për t'i bindur njerëz që ju jeni zgjidhja për një Kosovë të nesërme ku vendimarrja nuk do të mungoj. Po për atë po them që ne do ta bindim qytetarin që në këto raporte do të ketë politika të veçanta. Politika të cilat të brenda mundësive, kuptohet se ne nuk do të futemi në avantura t'ju themi rini ju ose të flasim çështje që për cilat nuk na beson nuk beson askush, nëse ti premton diçka që s'është e realizueshme. Pra, brenda ligjeve të Kosovës, brenda kushtetutës, brenda rregullave të sistemit bankar dhe sistemit të financave në Kosovë, ne duhet me i pa gjitha këto se si mund t'i zgjedhim. Po besoj që programin e partisë, programin elektoral i cili do të bëhet publik, duke pas parasysh edhe praktikën ose përvojën që e ka edhe kandidati për kryeminist, po besoj që do të jetë Bedri Hamza, do të dalim me projekt i cilin pas zgjedhjeve do të implementohet nga qeveria. Po që duhet jetë i qartë. Po sigurisht se po s'e i qartë, po s'e i bindës, katër. Se të gjithë dalin nga një program. Është Hamza kandidati i duhur për ta qeverisur Kosovën. Është lideri që do t'i bëj karshillak oponentit të tij. Me retorik, me platformë, duhet të filloj të bëj platformën, duhet të filloj fushatën personalisht, sepse ai do të jetë në krye të fushatës, do të jetë në krye edhe të organizimit të fushatës. Do ta miratoj ose s'do t'i miratoj çështjet, pa marrë parasysh që tjerë do ta ndihmojnë. Por përgjegjësia dhe angazhimi i tij është jetike për të ardhmen e partisë. Jetike për të ardhmen e partisë. I tij apo dhe i ekipit. Sepse po flasim për një trup si që është kryesia e partisë që ende nuk është konsoliduar, ta them, nuk është zgjedhur për bërja re. Kryesia nuk janë kandidat për kryeminist. Por është infrastruktura që mbështet apo. Po besoj që ekipi i ngushtë i cili do të merret me fushatën, do të merret me programin, do të merret me mënyrën se si do të prezantohemi
tek qytetarët, tek elektorati, do t'jetë më i kufizuar, por çështjet do të miratohen pastaj në kryesi dhe në këshill drejtues. Po besoj që nëse dalim, do të thënë si ekipe në fushat, si ekipe mas pari që e kemi bind veten që duhet me fitu. Duhet me fitu si parti dhe jo si individ. Atëherë fitoria është e pashmangshme. Nëse po thu. Me pikë pyetje vetë, nëse kemi bind veten që duhet me fitu si parti jo Po si individ. sigurisht unë për veten time jam i bindur që po nuk dolem kështu, ne kemi problem me fitu. Ku bazohesh që ke këto dilema? Në fragmentarizimin e PDK-s? Jo, problemi është që në fjalimin e ekspozes së Hamzës kur tha në konvent që jetike për ne është uniteti dhe jo, uniteti po. E vërtetë se pa unitet s'ke kur gjë, por problemi i pakënaqësive duhet shuhet në parti. Dhe shurja e pakënaqësive në parti bëhet në variantin e mundshëm brenda strukturave. Mundësit janë, jo me deklarata, por duhet të krijohen ekipe cilat punojnë edhe në këtë drejtim, po besoj që edhe kandidaturat duhet jenë të lista me kandidaturë, duhet të jetë bëmë nga politikan profesionist, nga profesionist fushave të cilat janë interes dhe ndihmojnë zhvillimin e vendit, po them jurist, ekonomist të fuqishëm, edhe kështu me u prezentu para popullit. Nga fillimi natyrisht PDK-n, gjithë strukturën, Po. A, B-cën, që janë legjitime halitit të ketë edhe pikpamje të ndryshme, siç pati edhe zoti Hoxhaj për kuvendin apo konventin e PDK-s. Zoti Hoxha tha mendimin e vetë dhe qaq. Bëri mirë. Bëri mirë, na? Po së problemi bëri mirë apo bëri keq. Na jemi parti demokratike dhe mendimet i shprehim ka njëherë edhe nëse dikuj si pëlqen. Është mendimi i tij. Ka kërkuar kandidati që mund të jetë për kryeministër, zoti Hamza, kryetari tashmë PDK-s nga ju, konsulta, platformë bashkëpunimi, si një politikan i gjatë me përvojë në unë kam mik Bedriun dhe kem folë të na herët, por këtë rast, masi është zgjedhë se kam taku më. Spati a interesim apo jo spatet? Jo, unë s'kam pse me u interesu. Në qofë se ai ka në interes, unë jam këtu. Në qofë se jo, prap jam këtu. A është jetike për PDK-n të ketë unitet? Si është gjendja sot në PDK? Po i referohem edhe paralemrimeve sistematike të kryetarit Drenasit, i cili duket se nuk mjaftohet me kapacitetin si kryetari Drenasit, po kërkon një njëse tjetër hise vendimarrëse në PDK. Shka është e drejtë se cilit prej nesh me kërku diçka. Me kërku diçka prej kryesis, me kërku diçka prej partis, me kërku diçka që nështë a mendon që takon. Tani, nëse Ramizi i ka fitu zgjedhjet në Drenas, në përqindjet që dijen, me maksimumin e mundshëm të votave, mund të pretendoj që të kërkoj më shumë nga partia, mund të kërkoj të fusë në listë njerëz për cilët i mbështet ai ose të cilët i ka më të afërt ose të cilët mendon ta ketë peshën më të madhe se që ka tash, po. Që duhet jenë në kryesi, por edhe në listën për deputet, është krejtësisht legjitime. Tani se si dhe sa vendos Bedriu, sepse vendimi është i Bedriut, mas pari, dhe Bedriu i funit Vullën ban zoti Hamza. E vullos listën dhe e dërgon në komision qendror, është një çështje tjetër. A është i lirë zoti Hamza tash të marrë vendime?
Formalisht mund Po thuhet se është, por po besoj me qenë se është zgjedhur si kryetar dhe ne kështu kemi funksionu deri tash, qoftë Hashimi, qoftë Kadria, qoftë ky Enveri, qoftë Memli, të gjithë kanë pas presion. Edhe Hashimi ka pas presion, edhe Kadria ka pas presion, edhe Enveri ka pas presion, edhe Bedriu ka pas presion nga kandidat për deputet, nga kandidat e mundshëm për kryetar komunash, por i kanë zgjedh problemet me marrëveshje, me brendshme dhe nuk janë duk ato pretendimet e njenit të fragmentarizimi, po. Tani unë nuk e di, a ka, paktën publikisht nuk ka diçka që është shqetësuese brenda struktura e partisë. Mesazhi që e dha lidhur me Sameun dhe Ramizin për mua ke pozitiv, por sa a ka arrit me trajtu temën fjalë dhe me u marrë vesh në qoftë se ka pretendime ato që i the ti dhe ato që i ka deklaru Ramizi, unë nuk e di. Se kom pyet as Bedriu as Ramizi. Si në konvent, po ashtu dhe pas konventës së PDK-s, Halidi për ju pës për shkak që një gjatë në PDK dhe një gjitha grupimet të ndryshme politike që mund të jenë legjitime. Fragmentarizimi, beteja për të pasur dikush për qenë më faktor se që është e tjera. Por në zhvillimet e fundit duket që më shumë PDK po merret me veten, me orvatjen për ta masovizu nevojën për unitet të brendshëm, se sa aktualisht po them, se që ndodh nesër nuk e di, se sa t'i bët karshillak oponentit tashëm që e ka lëvizjen vetëvendosi. Ka pas probleme, ose pas probleme si është përpjek. Po. Kishim vazhdu. Problemet që kanë qenë duhet me sanu. Mundësisht. Problemi më i madh ka qenë për mu Drenasi edhe humbjet Mitrovic. Humbja e Mitrovicës ka qenë problemi i madh. Por nuk i di faktorët, nuk i di, po mu i mjalon diku i fajnë, por nuk e kom besu që e humbi Mitrovicën. Ndërsa Drenasi ka fitu Ramizi që është në PDK. Në më dhënë kryesia nuk e ka propozu me qenë kandidat. Tani e ka fitu, a kemi llogari me humbë Ramizin, mi thonë shkota është se humbëm ne prej listës tonë? Jo. Do të jam të tha, nuk është shkarkuar asnjëherë Ramiz Bradvosi. Duhet me bë maksimumin e mundshëm që me i rregullu raportet edhe mos me pas mundësi me fol negativisht palët kundër njëri tjetër. Kjo është me rëndësi të madhe për partinë. Të është në rodë në frym mobilizimi për zgjedhjet. Sigurisht, sepse në qoftë se në Drenas që është bastioni PDK-s, krijohen polarizime në brenda strukturave të Partisë Demokratike, është një problem veti që mund të ullë numrin e votave në Drenas. Cili është propozimi juaj? Sugjerimi juaj? Me bisedu, edhe me gjetë zgjidhje. Kjo është, unë nuk moj me... Kompromis, konsenzus. Sigurisht, pa kompromis nuk sillen probleme. Me ba kompromis. A i një vonë me këta? Po vonë edhe 3-4 ditë duhet me kry këtë punë, ose mesin probleme. Po nuk u krye, e shini zotin Ladrovci me alternativën e tij politike që të garoj në këto zgjedhje? Nuk e di, nuk jam i sigurt. Mund t'i lexon mesazhet e tij publike. I lexoni sakt besoj, Halidi. Unë nuk duhet besoj mas pari që Ramizi do të del me alternativë. Nuk duhet besoj. E të vërtet nuk kam dëshirë që të më shkoj menja.
Po si do qovë, në qovë sa i del me alternativën e tij, ai ka bo llogarit vetë, ka bo llogarit, i ka gjithë njerëzit që mund të fitojnë votat, pretendon me pas përqindjen e duhur për me hinë parlament. Nëse ashtu, besoj që askush s'mund ta ndalë. S'ke mekanizma për me ndalu. As atë, as kënd që donë me kriju diçka të vetën. Por për shkak edhe të kalumës, për shkak edhe pretendimeve për të ardhmen, unë po besoj që Ramizi do ta ketë parasysh dhe edhe kryesia e partisë do ta ketë parasysh, sepse ndoshta Cila kryesi kjo që nuk kishte lënë në listë? Nuk e kishte lënë në listë garoj për kryetar të degës atje. Po tani një herë se ka lënë, tash duhet me këqyr se ai ka fitu. A nuk muj me hudh Ramizi. S'ka asnjë mas kundër Ramizit, parti. Jo. Edhe zoti Hamza tha. Po dhe s'ka asnjë mas për kundër Ramizit. Ju tha 3-4 ditë. Unë e di që kundërshtarët politik kanë dëshirë me pas përqamje dhe ma të mëdha në PDK. Por menoj që PDK-ja është në ditë mira, menoj edhe pse u bën zgjedhjet akoma po zgjedhja e kryetarit pa u bërë zgjedhjet e përgjithshme në parti, po besoj që edhe elektorati, por edhe antarësia e partisë janë të mobilizuar për me fitu zgjedhjet. Kjo është detyra jonë, nuk është detyra jonë me u marrë me të kalumen. Dhe tani, për me fitu zgjedhjet, është krejt normale me u thirrë në unitet. Nuk mujnë me u bë kandidat 200 as 400 vetë me hynë listë. Lista bëhet me 110 kandidat, për ty në zgjidhen disa. Me rëndësi të madhe është që edhe problematike në gjitha pas zgjedhjet është ligji zgjedhor. Ligji zgjedhor që mundson operacione në zgjedhjet që godasin njerëz, godasin kandidat, godasin zonat të tëra. Ju personalisht do t'jeni në këtë listë? Shikau, unë jam të garës për deputet. Jam duke menduar. Je duke menduar, nuk e marrë vendim? Ja. Pse? Jam duke menduar. Po, mendoj që ligji mundet njerëz që janë listë, mund me penalizu njëri tjetrin. Unë nuk jam ndaj kandidat që dalë me thonë dikuj mos e voto diken. Këta disa po dalin po thonë mos e voto atë, voto këtë, kusherinin të mos e voto atë që ka ardhur. Ju nuk e keni bërë asnjëherë këtë? Ja. Që prej kur Kosova? Kura? Që prej kur Kosova, nga viti 99 e këtej, nga viti 2000, hajtë zgjedhje objektivisht, ju nuk e keni bërë. Ja, kur. Jeni parë gjithë më të tërhequr haliti. Po jo, po... Nuk shihni që keni grup tjetër pas jush, nuk keni funksionuar me... Unë e kam partinë, e kam kryesinë e partisë, e kam këshillin drejtues, s'kam nevojë me bë grupe, nuk jam. Kur s'kam pas grupe, as në lëvizje kur kam qenë, as kam kry detyrat e mia që mi kanë ngarku. Kaq është puna. Pretendimet mujnë me lind, kam pas mundësi me u shfaq. Ja kemi lënë Hashimit durët e lira gjithmonë. Tani ka ndryshu pak sen. Ka ndryshu? Po ka ndryshu se nuk e ka fuqin kërkush që e ka pas Hashimi, ose që e ka pas Kadrian parti. Leadershipi ndërtohet. Ha? Leadershipi ndërtohet. Me vendime, me qasje, me retorik. Sigurisht. Me punë. Me besim. E para është me... Po e shoh që jeni i shqetësuar, i mllëfosur pak a shumë edhe me vota që mund t'jenë abuzuar për kandidat saktuar në zgjedhje. Jo, nuk jam. E keni ndjerë vetën të goditur nga... Absolutisht jo. Që mund t'u ketë marrë dikush vota? Ka gjuna për atyne që i kanë bërë këto sene. Jo për mi. Po
po e konfirmon që ka ndodhur këto tani, i goditur nga një strukturë që mund të ketë abuzuar votën, mund të ketë bërë deformim të votës nga njëri te tjetri. S'ka si argument që është abuzu me votën. Problemet janë të tjera, ka ndodhur në fushat, po them, njerëzit bëhen grupe, bëhen 5-6 vjet bashkë, 10 vjet bashkë dhe shkojnë truq ashtu, tani i dojnë vota, sepse këti 10 vjet kime i votu. Në qovë se ne e bojmë një listë për 10 vetash dhe kemi mekanizmat tonë në teren, se 10 vet kanë mekanizma ma shumë se një njerë vetëm, ose se 5 vet tjerë. Edhe i mbledhin votat për që ata 10 vet. Po bëhe betejë, ma? Bëhe betejën. Po qa betejë nuk shka, nuk e kam kohën në mu marrë, nuk e bëja punë. Cilën pozit më me qef do ta merje për ta qeverisur? Cilën pozit do ta synoje më me qef Haliti si pas trashëgimisë tuaj politike në Kosovën e sotme, ose të nesërme? Cilën pozit do ta synoje? Me idenë që për të bërë lëvizje, progres, ndryshim, e tjera, për të vendosur një standard qeverisës. Nuk kisha me thonë pozit, por do të dëshroja që parlamentit bëhet parlament. Bëhet vërtet institucioni më i lartë i shtetit, dhe të ketë aftësit dhe mundësit të kontrolloj qeverinë. Na kemi gjithmonë, kemi pas Kosova ka qenë qeveritare, s'ka qenë parlamentare, dhe pse është zgjedhjet bën për parlamentin, po. Kushtetutë është republikë parlamentare. Po. Dhe të ketë mundësi debati shterrus në parlamentin e Kosovës për çështje dhe jo për gricka me njërin dhe me tjetër. Kjo është me rëndësi për Kosovën. E mund shmetash. Dhe e dyta është që të ketë mundësi me i zgjidh problemet. Unë mendoj që do të duhej me hulumtu mënyrën se si funksionon Zvicra në këtë aspekt. Në qoftë se pozicionohen, siç po pozicionohen dy grupe, ose dy ide, dhe nuk zgjidhet problemi, as në kuvend, as në qeveri, as kështu, atëherë mendoj që do të duhej me pas të drejtën e referendumit. E drejta e referendumit duhet me qenë edhe nivele lokale, edhe nivele qendrore. Që është instrument demokratik. Që problemet që ne politikanë nuk i zgjedhim, atëherë t'i qesim popull. Ata që na kanë zgjedh, s'po pajtohen me neve dhe një vot më shumë i jap drejtim çështjeve. Kështu ka ndodhur shumë gjëna në Kosovë. Modeli përfshirjes direkte qytetare. Model direkt i përfshirjes qytetare. Po, duhet me përfshi qytetarin në vendimmarrje. Duhet me përfshi. Na kemi një mekanizëm, për shembull, në kuvendet komunale ose në për komuna, për çështje të caktuara gjoja, po them thojza, i thrasim qytetarët me i pyet. Dhe atë qytetarët kush rrin të kthyer faqen e komunës, a ka ndaj diskutim për një çështje ajo, ose për çështjen e ligjeve. E shpall diskutimin në një sallë atje për të interesuarit për ligjin. Debatet me qytetarët thotë janë. Ligjin X. Tani nuk ka debat. Aty shkojnë ata që janë të interesuar sa me kriju një përshtypje që na kemi diskutuar me popullin. Për ta kënaqur ligjin formalisht, po. Ata kanë diskutuar me një 5-6 vjet aty. Edhe damtimet, edhe mënyra se si ka funksionuar dhe pushteti lokal ka nevojë gjithsesi për me kriju kushtetutshmërisht të drejtën për referendum. Të drejtën për referendum edhe nivel lokal edhe nivel qendror. Pse po them nivel lokal? Sepse na i kemi bërë kryetarët e komunave janë mbretën komunat e tyne. Qysh është kryeministri mbret, ma mbret se mbreti.
në qeveri, në Kosovë. Me ligje jo, A? me ligje nuk është ashtu. Që me ligje, po qysh është pra? Kush mundet me aprish kryetarit të komunës? Me marrë vendime, me dhënë të ndera. Ligje Janë akufizon. mekanizmat kryum dhe që ti s'mundesh mi kontrollu. S'ki shans mi kontrollu. Sepse regulatori për ta për të vendos kush përfiton, bëhet i tillë që ti e ke komisionet, ti e ke gjitha ato, të gjitha vendosen. Me një farë mënyrë po thua Allish Vereshet me bo procedurën mi ndalu. Sigurisht. Po shiko, nëse ti, për shembull, po tha ka raste që duhet me hap një rrugë, ose duhet me marrë një ujë me çu dikun tjetër, duhet me bëni një kanalizim, duhet me rregullu shtratin e lumit, ose me prish shtratin e lumit. Ata njerëzit që janë rreth lumit duhet me pyet. A damtojnë kanë, a ka nevoja, s'ka nevoja, që është puna. Për ata po them që edhe nivelet qendrore, për shembull marrëveshjet që janë nënshkruar, janë blloku për 4-5 vjet me propagandë tegër, edhe kanë lënë Kosovën. Marrëveshje ndërkombëtare, po. E kanë lënë Kosovën me sanksionet të Amerikës, me sanksionet të Evropës. Me damet mëdha në procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Kush nuk e çon hallin për të në Kosovë? Jo. Me shumë merren kush është në pjesë e kurthit të propagandës politike, kush po është në Serbinë me licencë serbe, kush po nuk është me ta, kush ç'a bëri tek bëri etj. Jo, realisht mu bën përshtypje edhe komentet që bën, njerëzit tonë nuk lexojnë. Nuk lexojnë, besoj lexojnë veç këto komentet ku janë komentet e zeza, jo mendimet e njerëzve. Edhe na kemi marrë edhe pa media. Shiko, mediat në Kosovë nuk ka gazetë shkrume. Nuk ka gazetë. Ja ka media në Kosovë. Nuk ka gazetë që ulesh edhe e merr se gazetë. Mungon gazeta Aliti. Mungon gazeta. Mungon gazeta. S'ka në botë, kërkon vend pa gazeta. Shko dikon, hajt, ku ke vend pa gazeta? Ma gjeni vend përveç Kosovës. Si do ta ndryshonte kjo gjendje po të kishte gazeta? Shiko, në gazetë gjen çështjet kryesore, qëndrueshme. Tani ty këtu gjitha i kenë telefon. Jo, si ke, po ati duhet mi lyp. Raport, sentimenti është tjetër gjatë, sentimenti... është... Jo, Haliti, jeni një prej figurave më të goditura dhe sot, s'keni pasur pushtet ekzekutiv kur, keni qenë në kuvend. është me habi, lumi, vërshimi madh i komenteve, shumë akuzuse në atje, çdo herë, çdo paraqitje që bëni u lëshohen kontingjenti i komentuesve i atij habitati. Kujt i keni bërë dëm, Haliti? Kujt i keni bërë mira, keq? Pse acarohen ka shumë me juve? Pyetje legjitime, Haliti. Push ministër s'ke qenë, deputet. Unë dëm i kam bërë Serbisë, është e vërtet. Por dikuj në Kosovë, për asnjë qytetari si kam bërë, qofshin ata dhe të tjerë. Kosovë ka një lloj xhelozie politike, xhelozi për suksesin, dhe kjo është goditëse më e madhe. Sepse na kemi pas një sukses të madh, kam ndërtu çështjet më të rëndësishme që ka ndodhur në Kosovë, i kam rregullu vetë. Kuptimin e asaj se kam pas për detyrë. Dhe betejë në Kosovë e madhe është kush po del qytetari më i madh dhe njeri më i rëndësishëm. Këto janë senet që kanë ndodhur. Unë sa herë flas, e di që preken disa. Po unë nuk jam për atyne që rraj. Asnjëherë. Për të vërtetën, qoftë për të kalumen, qoftë për të sotme. Mund të heshti disa çështje, po që të gënjej, jo.
pyetja legjitime, kujt i prishe interesa? Sa herë të Jo, se si u bën, nuk i pushtet ekzekutiv. Ishe në Facebook, në platforma sociale gjymojnë me akuza, është një grup, një habitat kontingent i njerëzve që bëjnë propagandë, fushat dezinformuese, me elemente akuzash. Mrena tana partive ka pa. Kujt ja ke prish Terezin? Se di. Ata s'flasin që ju kom prish të rëzi. Flasin janë çështje imagjinare që shkruajnë. Interesat e ndera ju ke prish në sen, jo. Apo? Që marrë me të ndera. A ju ke, po them, Jo, interesa financiare në rrugë nuk ju ke dalë, apo jo? Po, se di, nuk e di ata le të flasin. Unë jam i gatshëm me u ballafaqu gjithçysh. Por me këta që shkruajnë e shajnë, apo s'merrem. Një për figura ma të goditura objektivisht, nga E di. para lufta, nga pas lufta, nga edhe kuraste ke fituar, është paka shumë i njëjti habitat, i njëjta trashëgimi që sillet, po në atë relievin gjeografik, po them kështu, të mendësisë. Xhelozia. Kur zhvetet? Po tash nuk mund të them unë që me 17 tetor vitit 1994 nuk ka qenë Xhavit Haliti themelus i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Apo nuk më thonë këtë informacion se ka qenë. Nuk më thonë që Xhavit Haliti nuk u marrë me ka... Po nuk janë fakte antihistorike. Nuk... Këto janë arsye, thu. Le të vazhdojnë. Të kanë stërvitur. Ka pasur momente që je vërtet i lënduar Haliti, ju familja, rrethi, është bërë merak. Shiko, unë veç një herë kom pas një gjendje të çuditshme me djalë temën. Kur ka vetë babi, tha ke vrau fëmijë. Kur thoshin e vrau ato, e vrau këto. Që nuk... Ishte e rënd ka qenë e rënd Haliti? Po e rënd ka qenë. Unë e kuptoj, unë kam qenë nga 81-ta, kam fushat kundër meje. Edhe paka shumë unë e di nga vin. Mund ta di me dhe ne? Lexoj shumë. Edhe jam të i lexu tash këtë literaturën e mas luftës në Serbi. Dhe ka shumë libra që po botojnë për udbën, për veprimet e udbës. Ka që keni qenë ndjekur, tërkohën, aty në librat këto që po i referosh. Po sigurisht po dalin tabulatet e shërbimit inteligent, që keni qenë lup. Edhe për të, në ndjekje edhe për të vrarë, Haliti. Po sigurisht dhe, unë që tash ma sollin një ish kolegi kuvendit, ma sollin një libër. Dhe çuditshme termet që i kanë përdorë. Udba për me godit, për me vra dikan ose si me apo. Arsyet. Po, jo, edhe termet. Për shembull, nuk thot ai që na duhet me vra, po thot na duhet me përpunu. Duhet me përpunu rritin. Do me thonë, urdhni është me këtë term me planifiku me heq qafe. Ose gjona tjera, por shërbimet e dezinformimit janë aq të fuqishme, veçanërisht ai udbës sa ja përshtat habitatit propagandën. Dhe këtë propagandë pastaj e marrin edhe ju përshtatet edhe disave këtu në Kosovë. Në gjitha libra, shijen e identifikoni me emër dhe me mbiemër. Sigurisht. Që keni qenë interes për UDB-n që të ndiqeni e të vriteni Haliti, si që e pranojnë dhe vetë. Keni përituar dhe atentate që keni shpëtuar nga to. Fati familjes, Qka me bota, a mos mi fol këto, Haliti, po këto jënë pjesë të asaj trashëgimie? Mi fol,
Këto janë çështje që duhet folen në ndonjë emision të veçantë. Po, natyrisht, do ta... Në një emision, sepse na fillum për fushatën dhe tani me kalun këtë... Jo, e përmena këto si pjesë të përballjes që po vazhdon edhe në fushat, Haliti. Bashkë kam dëshirë me trajtu këto tema dhe me i hap çështjet, po pse po them mediat e shkrume? Mediat e shkrume mesin. Mediat e shkrume i lexon njeri kur t'ulet në shtëpi, kur t'ulet në lokal, kur të shkon në bibliotekë i gjon me lexu. Nuk mund në shtesë edhe dikush nuk shet, dikush nuk din me përdor as kompjuterin, as këtë farë telefonin. Po si do qoftë është një çështje kosto, se nuk e besoj. Unë menoj që qeveria do duhet fushatën e dezinformimit për një arsye, Haliti, se këtë me dëshirë do bëjmë kapitull për kapitull i këtë emision. I përshtatët shumë segmenteve në Kosovë. Thon, këta nuk kanë dëshirë me pas përballë dikën që ka bë diçka të madhe. Po den, diçka që e ka fuqizu politikisht ose diçka që një të arritur të vendit. Tash neve kemi qenë dhe kemi vepru dhe kemi pas sukses. Këtë sukses ka emna. Je përmendur edhe nga dëshmitarët e rëndësishëm amerikan e britanik në tribunal Hagës, si një figurë tepër me rëndësi për bashkëpunimin që kishin ata në kauzën për lirinë e Kosovës. Po tani me këqyrë, unë jam personi i parë që i kom bisedu me ta. Edhe personi i parë që i kom qu, ku me shku, me kënë me folë prapë, me kënë si me zhjith problemet. Na kemi diskutu, nuk është ajo problem, sa ata pe pranojnë vetë, ata kanë shku libra vetë. Po merdi kesh se Chris Hill e Habiti, ta ai Gilbardi ka folë në Prishtinë dhe e ka hapë mundësit në Sërbis me vra me sulmu familjen Jashari. Gilbardi ka ardhë në Qeshur në Kosovë, dhe në Qeshur ka ndodhë vizita Gilbardit, Jasharit janë sulmu në Mars. Po akoma i mlefi këto raportet e grupeve edhe në Amerikë, si që edhe këtu të na. E ke pas, na se kemi imaginu në herë me fol një politikan i Amerikan kundër presidentit në variantin që tash po ndëgjohen. Po këtu të na, shumica nuk e din. Nuk din, në që ka ndodhë. Nuk e din si kemi arrit. Ja, kjo rrugë nuk ka qenë letë, fare, nuk ka qenë letë. Fare. Po... Gjithkush interpreton si pas dëshirës vetë në gjarit. Edhe mirë që folët, por... është mirë me edhe me ndëgju, jam veç me folë. Edhe me pranuar. Edhe mu ballafaqu. Edhe mu ballafaqu. Unë për veti sfidoj ata që rejnë gjokë, që diskutojmë dhe debatojmë publikisht. Në qofë se kanë diçka. Për historinë, po. Sigurisht. Haliti, po vazhdoj me zgjedhjet, sepse jemi në... Nuk po ndëgjon daullët duke ushtu ka jo ende. Po, hallo s'ka fillu fushata. Jo, po... Qëshjati, ato Facebooku në ke plot. Po. Plot Facebooku, fushat nga gjithë, dhe tani ma mirë është mësë qelë heqë. Vendi po kolapson thuajse ekonomikisht, transporti publik urban për herë të parë 25 vjet pas luftës në kryeqytet. U bllokua. Punëtorët e RTK-s për herë të parë 25 vjet pas luftës po hyjnë në grevë, nuk kanë paga. Sektor tjerë real të ekonomisë tundohen, rrezikohen të përballen me goditje të thellë. Tani në gjithë këta muaj kujt i lëm fajin Haliti? Kujt ja lëm stafetën e përgjithësisë kryesisht që po i shkakton vendit këtë situatë? Shka, ne duhet mësohemi që të protestojmë
si qytetar. Ta kundërshtojmë se cilin vendim, pse thashun parë referendum. Po për ato po lidhëm, po. E drejta e referendumit t'i krijon mundësitë e propagandës, mundësinë e përplasjeve politike dhe mundësinë e votimit. Por këto çështje që kanë bojnë me punën e buxhetit, çështjet e buxhetit, faji është i qeverisë, nuk është i dikujt tjetër. Qeveria ose Albin Kurti për 10 muaj ditë është tregu shumë i paafër me bë qeverinë. Ose është tregu aq i paafër, atëherë pse po pretendon? Pse po pretendon me vazhdu? Pse po don me luftu përmes atyne mekanizma, po vazhdon luftën me fajsu opozitën? Me fajsu opozitën, se opozita qenë ka fajtorë, pëse s'o po qeveria. Ka bëmër. Absurd është me besu dikush që opozita është fajtorë, pëse s'o po qeveria. Situatat e tilla ke në Gjermani, ka pas gjithë kënd dhe ata që i kanë fitu shumicën janë null, janë marrë vesh me dikon. Dikush të refuzon, dikush të pranon. Është dashur me bë qeveri. S'është dashur me na sjellë në situatë tani me hyrë zgjedhje të reja, tani dhe një pas zgjedhje tjera në 7 prill. Dhe kjo ka me goditë edhe më shumë interesin e qytetarëve. Por unë po besoj që qytetarët e Kosovës do të zgjidhin problemin përmes dënimit atyne. Dhe të nxjerrjes. Duhet t'i dënojnë, thu. Po, sigurisht, duhet t'i dënojnë. Duhet ta dënojnë vetëvendosin. Po, sigurisht, vetëvendosin dhe Albin Kurtin, sepse këta janë frenusit, këta janë blokusit e zhvillimit Kosovës për 1 vjet radhë. S'po them 4 vjet pushtet sa kanë pasa 5. Po, ky vit i fundit, ky ka godit Kosovën. Ja the, çmimet janë rrit në stratosferë, energjia është rrit, transport s'ka, rrugë kanë me të blokume për shkak të fondeve. Investime reale, strategjike, zhvillimore, makro, zhvillimore nuk ka. Po dhe s'ka investime në rrugë, s'ka investime në infrastrukturë, po them investimet mëdha që qarkullojnë parat. Parat duhet me qarkullu, kompanitë e Kosovës duhet me punu. 2023 Kosova ka importu 3.5 miliard euro, si pas shifrave zyrtare të entit të statistikave dhe doganës e Kosovë. 3.5 miliard ka importu. Ka eksportu më pak se 1 miliard euro. Në vitin 2024, një vit më vonë, ka importu 2 fishin e kësaj vlere, mbi 6 miliard euro, të rritë thellësisht shumë deficiti tregtar. Në këtë vit, kur jemi tani, po i afrohemi 7 miliard eurove, zoti Aliti, të importit produkt. Kërkesa e madhe për, ka ra aftësia konkurruese e prodhimit, si rezultati një klime thuajse krize politike. Në shifrat flasin për një ekonomi vërtet në krizë të thellë. Sigurisht. Kush je përgjigje kësaj pune? A jeni opozita të sigurt, a jeni të bindur që do të jepni përgjigje me zotin Hamza këtyre problemet mëdha të thella, zhvillimore ekonomike? Nuk është çështja në planin e brendshëm po i referon. Me don përgjigje unë sot me përgjigje me vendime. Këtë gjithkush e din që përgjegjësia është qeveria për gjithçka që ndodh në Kosovë, në variantin që po flasim të krizave në ekonomi, në gjithçka, përgjegjësia është qeveria, nuk është opozita. Problemi është që qeveria s'ka leju dhe as opozita s'ka pas mundësi ta kontrolloj qeverinë dhe të ballafaqohet me qeverinë publikisht. Ishte 4 vite, por kritikët thonë se ishte pasive shumë. Për të gjitha çështjet. Dhe me qenë se është kështu, atëherë çka duhet me bë? Çka duhet me bë për me ndal këtë trend? Tani unë nuk e di edhe çka duhet çka mujmë ne me eksportu për me pas bilancin disi eksport-import të barabartë. Industria e drurit është një industria e pijeve, janë mbetjet industriale, ato që i eksporton Kosova, dhe disa
gjëra tjera. Po, këto është kategoria e... Problemi është që në Kosovë po prodhohet pak, edhe edhe në bujqësi, edhe në gjitha fusha dhe vendet e regionit këtu po konkurrojnë me produktet e veta. Pa paraqyshmëria politike, jo stabiliteti politik, ka ndikim sipas ekspertëve tjerë në ktimin e biznesit. Ndikim ka, po nëse i referohemi gjithë kësaj njerëzit dojnë me jetu, njerëzit dojnë me u furnizu me ushqime, dojnë me u furnizu me nivelet, me landën e parë për ndërtim, landën e parë për rrugë, landën e parë për zhvillim të venit, duhet me marrë nga importi kurse ke këtu mbrana. Por problemi është që ne po eksportojmë parë dhe po marrim 7 miliard. Po eksportojmë parë. 1 miliard eksportojmë, 6 miliard është vlera e deficitit. 6 miliard euro është. Asnjë vend ajën këtë njësi nuk e ka, këtë raport të ekonomik, të deficit të këtate, vlera inflacionit. Prandaj, aliti, në këtë aspekt, për 4 vjetë një qytet si Prishtina u shu në Kosovë, braktisja e vendit. Mbi 250.000 vete kanë braktisur Kosovën. Kanë marrë rrugën e mërgimit. Unë mendoj ma shumë janë, por vërtet... Çka flet kjo për Kosovën? E vërtet, na folëm edhe më herët. Po. Sa e përket konsumimit të energjisë, thonë, kur s'ka njerëz, ka konsum ma pak. Por duhet me të bë zgjidhje. Dhe po besoj që fajtorët, qytetarët duhet ta kuptojnë kush është fajtori. Duhet t'i bindim kush është fajtori dhe si do t'i zgjidhim këto probleme. Duhet t'i bindim, po. Po, sigurisht. Sigurisht, sepse i bindi me modelin e opozitbërjes 4 vjeçare në parlament. Këta po shfaqen me ide nacionaliste dhe unë i kuptoj që njerëzit duan ashtu. Dojnë ushqimin që ju konvenon dhe që dëshojnë. Na duhet me pas parasysh ç'a duhet me bë, dhe duhet me tregu me programin tonë elektoral si zgjidhen këto probleme, si të luftohet këtë deficit kaq i madh. Thellësisht shumë do të dalë. Është i pa imagjinueshëm këtë prej eksportën e konsumit, produkte bazike të konsumit. Me të cilat njerëz çdo familje përballen nga mëngjesi në darkë. Përtej retorikës që mund i tregtoj këta dhe kanë majtë veten si pushtet i majtë. Në fakt s'ka kur gjë lidhje me të majtën si pushtet. Përveç të ndihmave që i kanë dhënë për studenta dhe për ndihma elektorale që është vërtet. Por ka veprime të qeverive të djatha, po ka vendime. Aliti, cilat vendime i mori Kurti e për të cilat vendime zoti Kurti nuk duhet të jetë më kryeministër i ardhshëm i Kosovës sipas jush? Sipas meja, këtë kohën ka rrajt. S'ka bo kur gjë. Qa ka bo për Kosovë? Kom shtiru veriun, po thot, për të dhënë kuptim më shumë pavarësisë e Kosovës. Mirë, ai po thot, po veriu i shtiru më konë. Ai ka bo ato që i dim në atë qëtë. Tani ka fitu prap lista sërbëse, i ka fitu zgjedhjet lokale atje. Ta në qytetarët Kosovës. Dhe kjo propagandë është interpretimi i njerëzve është pozitiv. Propagandën e shtirimit veriut e kanë marrë si të vërtet. Po tani, edhe neve, ose nuk kemi organizu as mediat, mediat po i kërkojnë llogari për pasiviteti i opozitës në kuvend, base... Po, si s'ke pas debat asnjëherë në parlament lidhur me veriun. Kuptimin e asaj... Përmbajtësisht, po... Debat përmbajtësor, ose në media, ose në kuvend. Nuk ka kërkush debat, as kërkush s'ka thonë pse po ndodh kjo, ose pse s'po ndodh ajo.
gjithë shkune u fotografun të një farura atje që e marru, një erdhu e morri, jo, që so senësh, apo të krejt 4 vjetë për shtet, e kanë majt në luft me veriun. Se di që ato kur hynen ata pa terroristat e pamshëm, ajo keni veprim i fort i organeve të pushtetit, më thonë policisë Kosovës të KFOR-it. Tjerat pastaj kanë qenë 4 vite tu ka bërë propagandë. Kanë qenë veprime normale. 4 vite kur ti bëri propagandë, nuk mori vendime për Kosovën, thu. Në veri u kanë i koncentru. Veri atje është marrë, janë shku, janë lanë diqe, janë këthy. Haliti, zgjedhjet janë me 28 nëntor, një datë që u vlerësua se u koordinua nën hile midis zonës Osmani dhe zotit Kurti me pritjen që Mërgata do ta ketë vullnetin njëjtë politik, sikurse me 14 shkurt 2021. E kom ditë edhe atë ditë që është bëha, jo, edhe atë ditë që në konë bisedime që data 28 që është propozu nga VBA, ajo do të bëhet. Është nuk e lën presidentja, nuk është aq e fortë sa ta pranoj datën e opozitës. Opozita ka pas interesin e vetë me bëhen. Ata kanë të vetin, por unë po besoj që diaspora nuk vjen për me votu, po vjen në vizit në Kosovë. Po besoj që do të ashojnë edhe vetë të arriturat, edhe se i kanë pa të arriturat e kësaj qeverie që e kalon në gjitha fushat mrapa, shumë ma mrapa se që e kanë marrë. Dhe të tyra dhe atyne që votojnë është me ndryshu qasjen. Ata që kanë qenë shumë entuziast për me votu vetë vendosjen, do të ndryshojnë, sepse vinë nga përëndimi dhe në përëndim nuk ndrysh votohet. Sot mundet me votu dikon tjetër, po ndryshon të nesërme. Kur është që s'ka kur gjo, në qovë se po gogolizohet Mërgata, po satanizohet paka shumë. Haliti, ata votuan, njerëz ka të drejtë të votojnë. Këto, por nuk mund të atajtë është si karburant elektoral vesh Mërgata. Mërgatën e kanë gabim. Mërgata është e jona, Mërgata ka kontributet të mëdha të jashtëzakonshme për Kosovën dhe Mërgatën duhet me trajtu mirë. Tani, qa bojnë ata me votat, ata e din vetë. Por unë po besoj që do të ndryshojnë qasjen. A do t'ju shojnë përsëri në Komisionin Parlamentar të Kuvendit, ku ishe angazhuar në një çështje etike për arkitekturën e sigurisë, për të ardhmen, për kupollin e sigurisë e Kosovës, për angazhimin e Kosovës, për të antarësuar në NATO, ishit pjesë e Kuvendit të Kosovës, nga Kuvendi i Kosovës pjesë e asamblesë parlamentare. E kam shti parlamentin në asamblenë e NATO-s, tani ka statusin e vëzhgusit, është një status edhe më atë nalt, statusin e parlamentit të asociuar. Kështu që sa është etike për Kosovën sot, në këtë arkitekturë të cenuar sigurisë në nivel bote, po them, në nivel kontinenti, çështja e sigurisë u kthy në prioritet për secilin vend, për shkak të randërisë gjeopolitike, ambicës së Rusisë për territore e kështu me radhë. Por edhe neve kemi bërë zhurmë shumë, kemi friksu njerëzit tonë që po hynë Serbia, po hynë Rusia në Kosovë këtë avione, por tani është problematike kjo çështja e luftës në Ukrainë dhe çështja e ballafaqimit mes NATO-s dhe përplasjeve mes NATO-s dhe mundësisë për të përplas NATO me Rusinë. Po besoj që marrëveshja e fundit ose kërkesa, ai projekti që ka bërë presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës për Ukrainën, nuk është i mirë për Ukrainën, por është, sipas interpretimit, është i domosdoshëm. Në qoftë se pajtohen në lidhur me këtë marrëveshje, atëherë mund të mendohet që të ndaloj lufta, por unë mendoj që
Rusia nuk e ka ndërmend mund ndalu, Rusia do të vazhdoj me vendet e Balltikut, do të vazhdoj me problemet që i ka pas edhe në Norvegji, në Suedi dhe në Finland. Me shtetet nga Kokofin, po. Po, janë vende të rrezikume, edhe Polonia është e rrezikume, anej është e orientume, por dje lexova të arriturat e NATO-s, më thonë kanë arrit me identifiku çdo nëndetëse të mundshme të Rusisë, e cila niset dhe ato frekuencat e saj mbi detyrat e marruna të identifikojnë dhe ta dinë krejt. Ta deshifrojnë, po. Po, kush po nisët, se deri tash nuk ka pas mundësi me... Për Kosovën po them Haliti, në raport me këtë Serbi që është satelit Rusie, në mënyrë funksionon me dy kapela, njërën me Perëndimin, tjetrën me Rusinë, me këtë Serbi të autokratit Vučić. Me këtë Serbi që mban kontroll për hierarkinë e ushtrinë e saj, për grupet kriminale e tjera që në kontroll të Rusisë. A është garancë plot, si tha dhe zonja Osmani, që prioritet kombëtar për Kosovën është anësimi më shpejt në NATO se sa në Bashkimin Evropian aktualisht? Shikoj, zonja Osmani ka thënë, edhe unë po them që është prioritet. Urgjencë. Edhe është mirë me qenë NATO. Por procesi për me hynë NATO është i gjatë dhe por mund ta përshpejtojnë. Po ne duhet me qenë përgatitun për me qenë hynë NATO. Tani rajoni, po thuj se gjitha shtetet për ashtu Serbin janë pjesë e NATO-s. Interesi i NATO-s është me shti edhe Serbinë në NATO. Sepse po u fut Serbia në NATO, edhe Kosova në NATO, edhe në bejet të gjithë Ballkani Perëndimor, atëherë vetë bjen rreziku I destabilitetit, po. I destabilitetit rajonit dhe krijohet një brez i fuqishëm për ta largu rrezikun rus në Ballkan. Në qoftë se nisemi nga ajo që për mundësinë e sulmeve që ka Serbia në Kosovës, më mendoj që ato përpjekjet për të kriju situata në emën të asaj që po sulmohen, po i keqtrajtojnë shqiptarët dhe e kanë rrezikuar atë jetën edhe e serbëve në veri, ka ra, sepse shqiptarët nuk kanë sulmu, policia s'ka sulmu e Kosovës atje, FSK-ja nuk ka sulmu në njëherë dikend atje, ata janë përpjek me improvizu qatë variantin që po shkoj me imbrojt sërbë, dështun në sulmin e parë, dështun edhe në përpjekjet e vazhdueshme. Serbia është e ballafaqume me situatat mrena për mrena Serbisë, dhe Vučići ekziston mundësia me kriju një ekses, një situatë me Kosovën, ose edhe me Bosnën që shka menu me Republika Srpska. Por tani në Republika Srpska ai Dudeku ja kthej shpinën, i përmirësoi marrëdhëniet me Amerikën dhe la atë teorinë ose përpjekjen që këta ta shpallin bashkimin e Republika Srpska me Serbinë, mendoj që nuk është më në shprehje dhe raportet janë të ftoftë shumë. Nëse hapet një front në Kosovë, ndoshta do të krijonte sipas Vučićit një situatë të favorshme për te, por mendoj që mesazhin e ka shumë fuqishëm nga NATO që mos gaboj me prej. Ai, sipas dhënave të mia, është deklaruar që ushtria serbe nuk do të sulmojnë Kosovë, por nuk mund t'i ndaloj këta grupet ekstremiste të cilat kanë pretendime për Kosovë. Që do me thonë, ato grupet ekstremiste, pa ju shqy pushteti, ato s'mujnë me bo, kur gjo. I ka të pumpume, të grupet ekstremiste për me i përdorë.
A i përdor ajo, ne nuk duhet me lanë inshallah jo me thonë, po duhet mu përgatit për të mbroj. Duhet mu përgatit, me qenë gjenje me u përgatit mu mbroj. Se dhe NATO me qenë, 5 ditë të para, më thonë, 5 ditë vanon deri sa NATO të merë në i vendim, lidhur me sulmin që e ka normal dikush. Dhe për këto 5 ditë, të pakten, Kosova duhet me qenë e gatshme mu mbroj. Me largu sulmin, ju kundërvend sulmin. Megjithatë, mendoj që përgatitjet duhet bëhen si forcë e sigurisë, si polici, si shërbimet që kanë të bëjnë me sigurinë Kosovë, duhet punojmë shumë, duhet të i financojmë shumë dhe duhet ju krijojmë kushte policisë, FSK-s, kushte edhe disiplinë. Dhe duhet jenë kontrolluar, kuptohet nga politika. Cilat vendime e fundit pyetje kjo do t'i merrje sot po të ishe kryeministër? Vendimin e parë që do ta merrja është që ta krijoj, do ta kisha kriju atë task force-ën e çlirimit Kosovës. Si? Dhe çlirimi i Kosovës i dytë është nëse neve luftojmë krimin e organizuar dhe korrupsionin në Kosovë. Janë fenomenet që duhet me i godit, pa mshirë. Qoftë se këto, si fenomene, nuk goditën, ne flasim këtë. Bëhemi që po bëjmë diçka, por ata vazhdojnë. Detajet pastaj dhe Vendim për ta zhvilluar Kosovën nga prezenca krimit e korrupsionit. Po. 2. Infrastruktura. Infrastruktura e planifikume nivel të Kosovës, jo niveli lokali. Po? 3. Shëndetësia. 4. Arsimi duhet të ndryshoj qasja për arsimin. Na këtu e kemi bo një konglomerat, universitetesh, edhe shkollash private, shtetënore, gradionë, por duhet me kontribu shumë, duhet me... Këto janë vendime urgjente që do t'i merrje. Këto janë vendime urgjente që do t'i merrje në këta sektor. Vendime urgjente ka shumë, me çka më marrë Mund ka shumë ti, po 3-4 ti kërkova po. Këto dy të parat edhe çështja tjetër është që vërtet nuk e kemi me kushtetut, por ne duhet me shpejtësi më të madhe me rregullu çështjen e zbatimit marrëveshjeve. Dhe me bisedu sinqerisht me njëri tjetrin, pse duhet me zbatu, ose pse s'duhet me zbatu. Cilat janë pasojat mos me zbatu për Kosovën, dhe cilat janë të arriturat me zbatu për Kosovën. Nëse kështu veprojmë, atëherë Kosovës i hapet rruga për integrim. Nëse duam të mbesim jashtë të tjerëve, edhe të mbesim të vetmuar dhe të pambështetur, atëherë na muj me vazhdu me politika nacionaliste. Do të ishte alati juaj e fundit dhe kjo, se është nën pyetja i fundit për bashkëpunim në qeveri, po të ishe i pari dhe fitues i zgjedhjeve. Shiko, kur të bëhet qeveria, Kë do të zgjedhje? nuk ka nevojë për Me aleat. kë do të bisedoje? Çka?
Për ta po qeverinë, kush janë partnerët, koalicionet? Për ta bërë qeverinë, duhet me bërë program përbashkë me ata që janë dakord me bërë qeveri. Jo ministrit me to, po programin, dhe pastaj, kur bëhet programi për me ekzekutu qeveria, është e lehtë me i gjetë ministrat kush e zbaton. Më variantin qysh janë bërë qeverit edhe qysh janë da resort në bërë qeverit, cilat ma shumë i kanë shërby interesave të partive dhe nuk kanë funksionu si veprime, do të thoja, të një pushteti të centralizum, me vendime, me shfrytëzim buxhetit. Kjo është, se nëse s'ka program, nëse s'bojmë program përbashkë, dhe nëse s'ka ekip i cili e mbikëqyr zbatimin e programit, atëherë është problem. Me këtë do të synoj ta bëjë koalicionin po të ishe ministër. Është e vështirë. Është e vështirë për të thënë sot, sepse na deri tash kemi pas 4 kandidat për kryeminist. Dhe si pasojë e saj, ne s'mujtëm me bërë qeverit. Sepse secila parti, këto trijat, tonë ne pranojmë me në koalicion, por me qenë kryeministri jonë. Askush thoshte hajde ta bëjmë programin e përbashkët, programin e qeverisë. Dhe kjo është një problem veti. Sot nuk e di këtë përgjigje. A? Po heziton për ta dhënë këtë përgjigje. Jo, unë kam thënë gjithmonë që nuk duhet me pas vijat kuqe, por na nuk kemi, na kemi parti elektorale në Kosovë, na nuk kemi parti ideologjike. Na themi jemi të majtë, jemi liberal, jemi djathtë, jemi ashtu, por realisht krejt njësoj. Këtë njësoj po. Ideologjikisht kërkush s'është i përcaktuar. Formalisht, po, por praktikisht? Thot jam i djathtë se jam nacionalist, ha? Okej, po e djathta nuk është nacionaliste, që është në kuptimin që e kemi ne, që e themi ne. Jam i majtë, ky është i majtë se është i lidhur me Rusi, jo, se majtë është edhe Evropa, ka partit majtë, edhe Amerika, ka. Por, mendoj që sot për sot, pozicionin që është Kosova, ka nevojë për me pas unitet politik dhe rregulla të cilat përcaktojnë disa çështje. Çka? Synimi ynë i parë, apo themi është integrimi në Evropë, po, mos ta prekum. Si çështje t'ja lojmë atyne që i ngarkojmë detyrë. Mos ta bëjmë çështje debati, po. Po, në debat s'ka për atë, kërkesat e këtij grupi që komunikon me BE-n duhet të Kenë mbështetjen e gjithëve. Kenë mbështetjen e gjithëve, dhe pas ketë debat dhe pyka për mos me ilan me ecë. Ambicia evropiane e Kosovës të bëhet e pa debatueshme, po. Po. Kjo. Edhe në NATO na kemi tonë duhet me hi NATO. Nuk ka asnjë që thotë s'du me hi NATO. As në BE s'ka asnjë. Por mekanizmat dhe pretendimet e fusune se futet ti është gabim. Të falenderoj për kohën. Faleminderit. Që ishe në këtë intervistë gjatë dhe si që kem biseduar dhe jashtë kësaj studioj, kam interes editorial, profesional për ta bërë në disa epizoda në intervistë mbi trashëgiminë në ilegale. Gjithë për bërë. Flasim, pa problem. Pa problem, flasim, por po për mba. Duhet mu pregadit. Duhet mu pregadit edhe ti edhe unë. Të falenderoj. Nuk është e lehtë. Jo. Nuk është e lehtë, bile kapitull për kapitull. Edhe një kohë. Nashta duhet me prit. Edhe një kohë. Po nashta, derisa të kryen zgjedhjet, që të mos e keq përdorim, se këta me njëherë thojmë të keq përdor. Të falenderoj, Halidi. Dhe mos hapim debate kush e formoj, kush e formoj, qysh e formoj, ku e formoj. Sakse, në... Faleminderit.
Të falenderoj edhe një Haliti shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.